Por, siç kemi bashkëjetuar, gjithë jemi lidhur, edhe unë kështu jemi lidhur me minoritetin grek, jemi martuar, jemi shtuar, por nuk mund të vish të thua që atje janë vetëm grek. Aty janë shqiptar dhe ka dhe pjesëtar një pakicë greke. Dhe me qenë se qeveria greke shqetësohet për këtë, dhe ne jemi të angazhuar të plotësojmë çdo të drejtë, çdo kërkesë, siç duam t'ia zbatojmë çdo shqiptari. Tani kam dhe unë një kërkesë për qeverinë greke. Po kemi 1 milion shqiptarë që kanë të paktën, që kanë punuar në Greqi për 35 vjet. Secili nga ne. Ca kanë punuar në të zezë, ca kanë punuar në të bardhë, në kuptimin e letrave, të atyre ikave të famshme që i kanë qenë një të merë, shkonin shqiptarët, pagunin ika për 6 muaj, edhe pse punonin vetëm 3 muaj, se ndryshe s'merr vizën. Do e paguaj 6 muaj, pavarësisht se pjesht do mblidhe vetëm 3 muaj. Tani na qeverisë greke i kemi hapur ato negociata, në vitin 2022 filloi procesi, pati një ndërprerje për shkak të një rasti që u përdor politikisht. Tani kanë rifilluar negociatat, grupet e punës duhet rimblidhen, dhe unë me zi pres nga Parlamenti grek, sikurse edhe nga Parlamenti i Shqipërisë, që të votojmë edhe marrëveshjen, siç e kemi sot me Polonin, për njojën e dyfisht të kontributeve shoqërore. Pra, shqiptarët që kanë punuar në Greqi për 35 vjet, qytetarët grek që kanë punuar në Shqipëri për pjesën tjetër, tu njihet kontributi shoqëror për efekt pensioni. Dhe besoj që ja ka Greqia kaq borxh mira, qindra mira qytetarëve shqiptarë që kanë punuar atje për vite me radhë, sepse siç e tha ish ministri i financave të Greqisë para pak ditësh, tha një gjë shumë të bukur, tha. Greqia dha duhet ta di mirë dha se shqiptarët e shpëtuan ekonominë e Greqisë për këto 35 vjet. Faleminderit. Zoti Noka.